zakonisht në, po themi, që nga Palasa deri në Sarandë me disa projekte që janë po themi të mëdhaja si projekte me goxha investime, por efekti në ekonomi është shumë i vogël. Patjetër e para të dali projekti, e dyta duhet patjetër të hyjë në po themi të zbardhet edhe të hyjë në diskutime edhe me të gjithë ata ambientalistët, fshatarët e zonës ose qytetarët e zonës së Vlorës, që vërtet ata do të japin në farë mënyre bulën përfundimtare që vërtet ky projekt ata i ndihmon në një farë mënyre, apo më tepër i nxjerr nga po them nga ajo mënyrë jetese që ata kanë pasur deri tani. Nuk mund do bëhet një projekt në Zvornes, kujt do t'i shërbejë? Thjesht ekonomisë shqiptare, e para kur bën investime strategjike do t'i shërbejë qytetarëve, e para ata të vendit. Nëse nuk i shërben qytetarëve, qoftë në po themi në direkte që ne të kemi mundësi ose çdo qytetar shqiptar në fare ato që sepse ai mendoj që do jetë nivel tjetër. Po jo të shkoputet komplet nga realiteti, aty thjesht të vinë disa të huaj edhe të bëjnë po themi ushimet edhe ato ta shfrytëzojnë atë pjesën aq të bukur të natyrës sonë të asaj zone. Zoti Zepisha, ju përmendët lejen, por deri tani ne kemi shfolur shumë media për leje zhvillimore, jo e ndërtimit. Leja zhvillimore çfarë përcakton? Ai ka hedh piketat si do jetë ndërtimi? Normalisht kur jepet një leje zhvillimore duhet e para leja zhvillimore përcakton kufijtë e zonës. Përcakton gjithë sipërfaqen në të cilët do të ngrihet ndërtimi. Përcaktohet një lloj planifikimi ose projekti, maketi që ne kemi mësuar. Ndoshta edhe katët e kodinave. Po pra, jepet një lloj maketin me cilën do të ndërtohet, do të zhvillohet ajo pronë. Në bazë të këtyre ndërtohen projektet, miratohen ose miratohen ose pësojnë ndryshime, pastaj më mbrapa këto janë procedura që ndodhen edhe më mbrapa. Fillimisht normalisht duhet të ketë po themi një maket në gjuhën popullore edhe ingjenerike për cilën asaj zone është dhënë leja zhvillimore. Nuk mund të jepet leje zhvillimore pa e ditur se çfarë do ndodh në një farë mënyrë. Nuk mund të jepet një leje zhvillimore pa e ditur që tu do të bëhen ndërtesa 2 katëshe, 3 katëshe, vila, pulla, nuk mund të jepet leje zhvillimore në një formë të tillë. Patjetër që duhet të ketë po themi një plan, deri diku një plan për zhvillimin e zonës Zvornesit. Për te kësaj mendoni që po fshet diçka tjetër qeveria? Tek ka kanë fjalën tek ajo që thuhet transparencë. Po për sa kohë nuk është transparencë, gjithmonë lind dyshimet për fshehje, pa diskutim. Për sa kohë nuk ka një transparencë për zona që janë po themi ne kemi e lidhën e Bregdetit shqiptar, e cila është ndërthuar edhe me bukuritë, edhe me pozicionin, edhe me të gjitha ato mbrojtje ambientaliste që do t'i bëjmë asaj zone. Patjetër që këtu ka diçka, edhe nëse nuk ka diçka, ne na lind dyshimi për sa kohë nuk ka një transparencë, ne na lind dyshimi që aty në një farë mënyre synohet të fshihet diçka. Fshehja pastaj fillon që nga po themi që nga pronarët e Trullit, siç kanë lidhur problemet tash që janë me ato problematikat e asaj zone atij Trulli e cila ka shkuar në gjykat, që nga investitorët, që nga fondet nga vinë, kështu që deri në një farë mënyre për sa kohë nuk ka një lloj transparence, gjithmonë lindin dyshimet se këtu kush do të vi, kush do të investojë, kë do të sjellë, kush do ta shfrytëzojë, si do të bëhet, to patjetër janë një pikpyetje që deri diku edhe kjo është një pjesë e madhe e asaj të cilës i kanë ngritur qytetarët në protestë për këtë problem, po edhe për probleme të tjera. Zoti Zepishta, ne folëm në këtë bisedë deri tani, por nuk përmendëm Sazanin, sepse projektet për këtë ka qenë i lidhur edhe në media të dy bashkë, Zverneci dhe Sazani, ndërkohë që
Mos ndoshta është bërë lufta këtu vetëm për Zvërnecin dhe Sazani ka qenë thjesht një kamuflim, okay, do bëhet ajo, por ndoshta ju e shikoni që mund të ketë realisht një projekt edhe në Sazan. Për projektin e Sazanit, pak në maketet e këtyre e zhvillimeve që jemi njohur nëpërmjet fotove, si do të bëhet investimi. Që ajo është hedhur poshtë, pastaj që edhe nga qeveria është deklaruar që nuk janë ata. Nuk është ai. Po të nisemi nga shifrat. Po. Nga shifrat e dala publike, del që projekti i Zvërnecit është më i madh se projekti i Sazanit. Projekti i Sazanit u fol për një fond diku ke 2 miliard euro para pagosh. Ndërkohë thuhet që projekti i Zvërnecit është 4 miliard euro. Do thotë që ky projekt është dyfishi i projektit të Sazanit. Domethënë, nga shifrat ne mund të gjykojmë që ky do jetë një projekt padyshim shumë më i madh. Pa peshtoria anon nga Zvërneci. Po, edhe për ne që jemi në Shqipëri, që e njohim Bregdetin ton, bukuria e Zvërnecit është e pakrahasueshme me bukurinë e Sazanit. Edhe investimi në Sazan është më i vështirë, me ka investimi në Zvërnec, padyshim që është nga ana inxhinierike, po themi është më i lehtë se sa po themi ndërtimet në Sazan, investimi në Sazan. Kështu që ndoshta mund të jetë, por ne duam një lloj transparence çfarë po ndodh me pronat e Shqipërisë. Ku do të zhvillohen? Ne jemi një investitor në një farë mënyrë qeveria edhe nëpërmjet atyre agjencive të zhvillimit nuk është shumë transparente të thotë për qytetarët ose për gjithë shqiptarët që zonat në të cilët janë vërtet zonat në të cilët këtu nuk lejohet të bëhen zhvillime, po themi rastësishme apo nga